Allah është përleftosh pyetja tjetër. Selam aleikum hoxh. Unë kam 2 vite që jam konvertuar në islam. Kur jam konvertuar, kam qenë i martuar. Tani kam bërë davet as sa di gruas, por ajo thot vetëm jo nuk dua të dëgjoj nga këto gjëra. Çfarë mendimi ke për këtë, ose si duhet të veproj, sepse ndonjëherë po bëhet edhe bezdisshme. Ndonjëherë vë muzikë për inati, për gjeste të ndyta që nuk janë të pëlqyera në islam. Domethënë bën për inatin tim. Lutem më jep një përgjigje sepse jam i stresuar, Allahu ju nderoft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse gruaja ka fe krishtere ose ka fe hebreje, lejohet me marrë. Edhe nëse i ka qëto probleme, qëto vështirësi që i ka. Nëse është që s'ka fe, nuk lejohet me marrë, do të më nda. Për shkak se nuk ka drejt i besimtar në martue me dikon që është mushrike. Atëherë, nëse është që ka fe përveç islamit, është e krishtere ose hebreje, lejohet me marrë, por do të më bë kufizime. Nëse më le gjithë ditën me ta, rrin dikun tjetër. Edhe takimet i bën marrall, i bën disa masa, që japin me kallëzue praktikisht se ti nuk je i kënaqur. Për shkak se shumë herë njerëzit në martesë mundohen me zgjidh problemet të ushtrime fjalë. Problemet të ushtrime fjalë nuk zgjidhen me zbullet e gruas. Se aja fol një fjalë, kja fol një fjalë. Aja ka një argument, kja ka një argument. Aja bën diçka për notë, kja diçka për notë. Kështu zbitiset. Çka bën? Bën veprime praktike, të cilat e kallëzojnë realitetin. Dhe ato veprime normal do të më qenë mrena librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por do të më qenë veprime të cilat në një fund duhet ose me jetuar që duhet ose mundon. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Jetoni me gratë e tyre, me gratë e juaja jetën normal. Shkon jetën të ditën të vëlla, nuk është martesë kjo. Të jetën të mos veç probleme. Martesë me shkput. Martesa bëhet për me pas dobi, jo për me pas shërë. Njëri të se po martu për marrë, se martu u bëhu dollë. Bënë kështu, kjo martesa është e zararit, është martesa e shërë. Ka probleme të martesshme, por jo më bënë që ati nivelli sa me dhanë stresë, mësë më mund me flete, mësë më mund me punu, mësë më mund me shvedo jetën e. Disa parime duhet me respektu edhe aja, nëse ka fejnë e krishterët dhe hebreje, me respektu ato që i ki ti. Ti e do musliman, ajo të me respektu parimet e tua. Sigur që ti pastaj e ki obligim me respektu parimet, veprimet e sana që i bëna e në fejnë e vetë. Ama më bo provokime me feja me njëri tjetrit nuk banë. As ky që është besimtar, nuk banë me bo provokime në fejnë e sajna. Asaja nuk duhet me bo provokime në fejnë e ti. Dhe argument për këtë të Allahu subhanahu wa ta'ala, wa të sëpër ledhine në une, induni Allahi fe subur rahadron bëgërin, mos i afendoni ata që i adhërujnë ata. Mos i afendoni pjesë të fejës të ndërë, a i fejë ka që ato. Gabim pa e ka fejë. Nëse që ti me ofendu bindin e atina. Nëse në kosh bindin e regull, mundoj me kalëzu argumentin, ama jetu po ofendime. Këtë rast, mëse ke këshilu mirë, alhamdulillah që ke këshilu, rëlloj në jetë takimet, kalëza praktikisht që të si e kënash me këtë loj qase që e ka ajo nuk ka për të tyrë me fejë si kur që jeti, por nëse dëmë më bo, në të mohat. Nëse s'dëmë, atëra do të me metë parimet të respektimit të fejëse gjithse selet. Për tyre vë Allahum, a'lem.